rana tjetër mund të keni idetë e tyre. Mirë, po unë nuk e kam qartë. Mas pari nuk i thuhet dikuj që të ka bo president, po luni bigjaz me shtetin. E dyta, dhe me thonë, është mundu me i proklamu marrëdhëniet me Amerikën si personale. Si personale? Po, dhe me thonë pas ka ardhë ajo, ka bo presidente edhe ne pas ka ndërtu marrëdhëniet me Amerikë, që s'është kërka e vërtet heq. Dhe me thonë marrëdhëniet me Amerikën, ne i kena të ndërtu me qysh në fillim vitet 90, Kosova. Kosova është të tërzonë, po qeveria në detyrë s'ka marrëdhënie, zoti Buzholli. Ka marrëdhënie që s'ka marrëdhënie qeveria në detyrë, që e ka fletë. Që është ta faktoj. Jo, kjo është propagandë. Marrëdhënie kanë, visi kanë të mira. I ka marrëdhënie të mira, qeveria Kurti i ka marrëdhënie të mira me Amerikën në të gjitha sferat. Nëse qeveria Kosovës është rranë e Kolumbit. Në të gjitha sferat. Jo, ty s'përton për qeveria, është rranë e Kolumbit. Qeveria Kosovës ka marrëdhënie të mira në të gjitha sferat. Është rranë e Kolumbit në asnjë sferë. Vetëm çështjen e sigurisë po ka Ministria çështja e sigurisë është më e rëndësishme për ne marrëdhëniet me Amerikën. Ato s'të vet ty. Ato nuk të vet ty ai zotnia, se e ka mision të vetë. Ka geopolitik të vetë. Albin Kurti. Çati deshta më dal, edhe unë. Zaro zoti Buzholla me Donald Trumpin. Domethënë as nuk e shën në laseraj, hiç. 90% e botës e kanë komunikimin zero me Donald Trumpin. Ajo ka pas. Kosova nuk e ka luksin e vënë të Ajo ka pas. Vjosa Osmani i ka personalizu marrëdhëniet. Domethënë Gjoze, personalizimi marrëdhënieve me Amerikën. I marrëdhënieve, domethënë, po këto janë dy çështjet kryesore. Domethënë, cilat kanë ndikuar dhe kanë kriju aqaren pa diskutim. Se, shiko, marrëdhënie diplomatike, secila ftesë që vjen prej shteteve tjera, vjen te institucioni më i larti. Këtë rast është presidenca. Edhe i ka marrë gjitha ftesat për veti, edhe ka shku anë kanë botës edhe kur nuk i ka ta. Si ka marrja kanë qua, ata i qojnë. Po jo, aja është pa diskutim. Mirë po edhe për bujqësi, edhe për infrastrukturë, për këtë gjona tjera. Kur ka qenë tha që kryeministët ati vetja presidente. Ta zojmë, a i ka pas raportet? Po, a i baba u konë. Po me këto s'komunikojnë, se këto kja ka nojnë për projektit amerikane. Kjo më shqetson. Ka nojnë për projektit amerikane, shfar të nojnë? Shimja, kë Albinia, i gazit amerikane krejtjerat. Cilin gaz amerikane ka nojnë? Tri alternativa. Tri alternativa janë konë. Ata, do me thonë, projekti i baterive. Baterive është duke shku. Kur ki rrim, me kur si rrim. është duke u financu nga Amerika. Amerika ka thonë, unë i kam 200 milion, 3 projekte, qëto 3 projekte janë, cëllë për shtynë 3 projekte në pesoni. Këtë shumë mirë, baterit janë kur ki rrim. Për bateri. Ti bateri, ti me pas prodhem. Vesh pak, se i ka rrun ti në ato bateri. Po rrun më rrun. Po ko me marë. Nga, vesh pak, që ta kalzaj. Lem ta kalzaj. Vesh pak, s'kena nevoj me blehis, vesh pak. Që s'ki nevoj, sa i ke bleh? Prodhimi në Kosovë është linear, ta është më hinë qashti teknikë, s'kam qare. Prodhimi në Kosovë është linear, nuk ndryshën. Do me thonë, për shkak të bloqeve të mdoja të termocentraleve të unë. Aja vish pak se me pas ditë kështë thonë, kena pas mundësi me ujë. Po, ti unë e pëtëm s'ki rrim, ti po më kalzën linear. Jo, ki rrim, vish pak. Nese na i prodhojna 700 megawatt non-stop. A mjaftojnë? Nuk mjaftojnë, po vish pak ngo, tash. Mas mesnatë mjaftojnë. Mas mesnatë mjaftojnë. Edhe ti që atë rrim e runë. Mas mesnatë as dimnis mjaftojnë mas mesnatë. Mjaftojnë. Nuk mjaftojnë, se shkon për minimi. 3 natës mjaftojnë. Nuk mjaftojnë.